E të dashur me që rikëthujem në studio për të vazhduar me mysafirën e parë për ditën e sotshme, dhe ai është Reshat Ahmeti, i madhi piktori i cili ka lënë gjurmë të mëdha në kulturën dhe artin shqiptar. E unë me kënaqësinë më të madhe do zhvilloj tani një bisedë të bukur me të së bashku në studion e emisionit ton Weekend. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Mirë se u gjetëm. Është nësi t'ju takojmë dhe t'ju marim ndoshta edhe nga vikendi juaj, që të kalonin disa minuta së bashku me ne dhe me gjithë publikun që na ndjek. Patjetër, misioni i artistit është edhe ky obligim ndaj publikut. Unë dua të di se si i kujtoni fillimet tuaja në pikturë dhe çfarë ju ka mbajtur lidhur me artin për kaq shumë vite. Shembull, nuk është rastisht kur thohen se artist lindet, nuk mësohet. Kur prashtohet pyetja, kur e keni vendos të mireni me këtë profesion, unë shpesh them, kur kam qenë i përgatitur intelektualisht, jem racional në kuptimin çka duhet mirë me jetën, veç ka qenë vonë. Se paraprakisht arti e ka zgjedhur artistin. Pra, shumë gjëra janë spontane, që lidhen me natyrën prej linjës. Unë shpesh them, duhet të preke Zoti për këtë profesion. Definitivisht. Më kujtohet si fëmijë, për shembull, kam shfaq interes të pikturoj, pa më detyru askush. Domethënë, jam mbyllur me një hapësirë, kam vizatuar në lëndë të tjera që kemi patur matematik, gjuhën shqipe. Unë vetëm kam vizatuar, nuk kam qenë i koncentruar në lëndët. Ashtu që është një pasojë e natyrshme të talentit ose të atë që të ka dhënë Zoti si mënyrë të shprehjes. Po më tregonin cilat kanë qenë ato momentet vendimtare që kanë ndikuar më shumë në formimin tuaj artistik? Shembull, kur mbarimin e shkollës fillore, të gjithë profesorët, pedagogët shifshin se unë më shumë tregoj interes te arti figurativ. Pastaj daja im nga fshati Vranjovës të Gostivarit, ishte mësues, tani është pensioner. Baba im ishte gurbeçar në Bosnë, kishte një ëmbëltore, ashtu që daja u kujdes që unë ta vazhdoj atë interesin tim. Domethënë ajo ka qenë moment kyç, u shkruajtë në shkollën e mesme të artit figurativ në Shkup, ashtu që besoj se që është ka qenë ajo fillimi i fillimit se ku duhet të mbri. Domethënë këto kanë qenë fillimet e juaja. Më trego se si ka evoluar stili juaj piktorik me kalimin e kohës ndër vite? Gjithmonë në kërkim, si student, domethënë, edhe çdo moshë ka atë energjinë e vet ose pikpamjet filozofike rreth botës, rrethit që të rrethon, domethënë. Ne kemi jetuar edhe një kohë, gjenerat e juaj nuk e din, një kohë që është të quajtur komunizëm, domethënë, një ideologji e cila nuk ka patur shumë hapësirë për mendim demokratik, por unë tani shoh se nuk bëhet fjala se çfarë ligji ose çfarë filozofie ose ideologji është një shtet, shumë varet nga individi se si do ta reflekton ekzistencën e vetën në këtë botë. Si student pra për jemi ma rebel, domethënë të asaj kohe të cilët më kujtohen ishin preudhat të punkut, të rockut, të kështu me radhë. Ndërsa filozofia e asaj Partie Komuniste është pak më ndryshe, edhe ne ishim më rebel, atëherë se sa tani ku është demokracia, unë i shofi se rinia, nuk bie fjala se kur ka më shumë ndalesa, adrenalini për të thyer është më i fuqishëm dhe më kreativ. Kur i kje të gjithë të gatshëm, atëherë ulet adrenalini për të bërë ndryshime kështu me radhë dhe arrin në zonën konforme të cilën kujtohet, domethënë unë kam pas shumë debata me profesorët e mi, e kam pas guximin, kemi bërë polemika, kemi ngri zërin për shembull për artin, jo për privilegje personale. Ka pas raste, për shembull, profesori thotë je shumë i errët në pikturë. Unë e polemizoj, ti duhet të më gjesh në këtë errësirë, se unë do e bëj e kështu me radhë. Domethënë ka qenë momentet shumë kreative edhe nga pedagogët e kështu me radhë. Unë e shofi sot se nuk e kemi, bisedoj shpesh me kolegët e mi, me studentët e mi. Pyetni çdo gjë, më kritikoni çdo gjë. Nëse unë informata nuk vaja ashtu siç duhet ose nuk e pranoni, nuk e keni qatë, lirisht mund të thoni se prof nuk u kuptoi asgjë.
Mirë, po ajo më varet edhe nga edukata, prej shkollës fillore, shkollës mesme, a kanë atë lirin që nxënë si studenti e kështu me radhë e kështu me radhë. Unë besoj se atë minus që e kam patur unë, që mendoja se nuk është mirë nga ana pedagogëve, përpiqem që tani si pedagog ti me njanoj atë minuset unë që e kam menduar, për çdo kohë ka të vetën, çdo kohë, suni ndryshosh njerëzit, është një kohë shumë e shpejtë. Një kohë i thënë tranzicionit që është stërgjatur, edhe kohët e fundit me këta emisione që janë sociale, kështu me radhë, njerëzit duhen të bëhen të famshëm ose duhen të shihen pa më dhënë dhe një produkt, dhe një vlerë reale pse është i famshëm. Shohim në për rrjetet sociale gjërat skandale janë më interesante se sa dikush ka thënë diçka të mirë. Shumë e vërtet. Ose unë që vërej domethënë më para potencoheshin gjërat e mira, ka bërë dikush një gjë të mirë. Edhe ndjehesh e mirë se potencohet e mira. Tani vetëm lajmet nekrologje, lajmet të këqija janë në faqen e parë, domethënë. Shembull, një mjek ka marrë korrupsion një pacientit 100 euro, është në faqen e parë. Njëtën kohë, mjekët ka shpëtuar 100 jetëna, njëtën moment. Mirë, po nuk përmenden ata që kanë shpëtuar jetën, përmendet një në perëndim është në faqen e fundit, në atë kronikën e zezë. Tek neve, pra kemi një ne i themi kohë e skandaleve, kohë të efekteve vizuale, momentale. Pas një peshë është jo vetëm tek neve, po edhe në Ballkan edhe në perëndim janë më aktuale Big Brother, emisione sociale të cilat në realitet nuk asnjë farë peshë. Përkundrazi, është ajo që nuk duhet jeta private të kujt ose diçka. Ne i themi më para ka pas Big Brother gratë që rishin nëpër shtëpi, bëshin çaj pyeshin, ata i bëshin diskutime të tilla. Mirë, po ishin në suazat e asaj rrethit. Tani domethënë edhe rrjetet sociale përveç aspektit pozitiv në profesionin tim kanë luajtur shumë rol negativ në edukimin dhe inspirimin e të riut që të jape maksimumin ndaj vetes, jo brenda natës, se asgjë shpejt që ka bëhet nuk është e mirë. Definitivt. Një farë që të mendosh që dalë lule, që të jetë aq e bukur, duhet kohë. Kohë. Shumë e saktë. Më tregoni se nga buron zakonisht frymëzimi juaj sot krahasuar me vitet e mëparshme? Unë më shumë preferoj të çdo ndryshim të unë të jenë në mënyrë evolutive, të natyrshëm. Po. Jo tani jam dëshpëruar prej kësaj edhe ndroj veten, nesër në mëngjes jam tjetër njeri. Ajo është e gabuar se njeriu s'u largohet prej vetvetes, se jeton me vete. Sakt. Unë shpesh u them edhe studentëve dhe kolegëve të mi, a bisedoni ju me vetveten ndonjëherë, a pajtoni ju me vetveten, leni botën, edhe mireni me vetveten, zhvilloni vetveten. Shpesh ne bisedojmë, domethënë kam miq të cilët për fat të keqen janë atë filozofi që i di para 30 vite. Ne ushqemi ushqim për mbajtjen e trupit. Por harrojmë se duhet edhe shpirtin të ushqejmë çdo ditë, që të rritet në mënyrë graduale. Ne nuk do të jemi të përsosur në aspektin filozofik, shpirtëror brenda natës. Por duhet në mënyrë graduale. Edhe në art, unë si student pikturoja surrealizmin. Ishte motivues kryesor në atë kohë Salvador Dali, ishte i njohur për surrealizëm. Pastaj në mënyrë graduale të mirë me geometrizmin, se duke pikturuar figuracione të cilat gjitha një botë metafizike, përdorsh edhe forma geometrike, më kaloi ciklin në geometrizëm lirik, domethënë në mënyrë graduale. Duke u marrur me geometrizmin lirik, kur duhet të bëj simbioz ndërmjet format që i bën njeriu dhe format që i prodhon natyra, format që i prodhon njeriu janë statike, pa jetë, ja, astalli është astall, e ka bë dorë njeriu dhe nuk ka zhvillim, ndërsa natyra çdo gjë që ka bën ka zhvillim. Pile edhe malet i ndrojnë konturat, më flasim për bimët e kështu me radhë, arritje kështu në aspektin filozofik. Por ajo duhet të arsetohet me gjuhën figurative, me elementet e artit figurativ të jetë origjinale. Mbas asaj varrita se geometrizmi në folklorin ton kombëtar shqiptar shumë është përdorur. Vegun, gjyshetane nuk kanë pas fakultet të dizajnit, si sot e kështu me radhë. Ata i kanë bërë dekorimet sipas shpirtit të tyre, aty ku ka jetuar. Mollaj kuqe, mitet, gjarpëri, shqiponja, por kanë pas një sens shpirtëror dhe të sinqert në krijimin e dekorimeve të përparseve, qilimeve kështu me radhë. Pash që në atë aspekt mund ta shfryzojë edhe traditën tonë, folklorin tonë, por jo ta imitojsh, jo ta kopjosh.
Por ata elementet si të hynë në konceptin tim artistik edhe të jetë e prekshme për tërë botën. Se arti figurativ është gjë universale. Pastaj duke pikturuar pra fillon cikli, e përdori shumë ngjyra, e cili është shkaktar kryesor ngjyrës drita, domethënë. E kështu me radhë, Domethënë kam pas një zhvillim gradual në atë që e bëj si artist. Si artist. Më tregoni se kur e nisni një piktura, e nisni me ide të qarta apo e lini që gjatë procesit të ndryshoj, të lind ideja? Natyrisht se filloj me një koncept, e cili është në kokë. Edhe ai koncepti të lidhet me shpirtin dhe me dorën, domethënë unë shpeshherë u them studentëve, duhet të ketë një lidhshmëri mes atë mendjes, zemrës dhe dorës dhe pëlhurën e bardhë e cila nuk ekziston asgjë, është e bardhë dhe duhet formojsh një jetë të tërë. Por e mira në artin abstraksion që themi është se e ke idenë por nuk e din ku të mbresh. Ndërsa kur pikturon pikturat të cilat janë narrative, të qarta, peizazh, objekte, portrete, veç në kokë e ke pikturu, edhe ka qenë vështirë për mua, prandaj edhe u largova nga surrealizmi, nga figuracioni, për shkak se pikturën veç e kisha pikturu në kokë, edhe bëheshte një mbartje, një përcjellje prej kokës në pëlhurë, e disha fillimin dhe mbarimin. Ndërsa në artin bashkëkohor e ke idenë, por gjatë rrugëtimit të realizimit të idesë ka shumë gjëra që provokojnë edhe më tepër dhe dalin, në shpeshherë thonë, ja, lindi piktura vet. Nuk ka lind vet për shkak se është një proces shumë kërkues dhe besoj se artistët më tepër provokohen që ta gjejnë atë idenë. Cila ka qenë piktura që të ka zgjatur më së shumti? Ka shumë piktura, ka piktura që ka zgjatur 2 vite, 4 vite. Cila është ajo që e kujton tani me të parën? Kam disa. Ja, shembull, ndonjë pikturë si tham e ke idenë, e ndonjëherë lidhet mirë, edhe mbarimi është e mirë. Ndonjëherë fillon mirë edhe nuk din të ndalesh, nuk e ke qartë se piktura ka mbaru. Nuk je i kënaqur, domethënë shpirti dhe syri nuk e përjeton. Ndoshta do kushtet ata është shumë bukur, por unë nuk e përjetoj mirë. Edhe lej, domethënë mbas një muaji, filloj përsëri njëjtën pikturë. Përsëri nuk e më kënaqur. Deri sa më thot shpirti, okay, tani mund të është një proces, domethënë që nuk ka, arti nuk është punë empirike. Sa ke dhënë, aq do të marrësh. Aty mund të japësh gjithë ditën asgjë mos dal. Më trego se sa rol ka përvoja juaj jetësore në veprat e tuaja? Po, artisti e përcjell në pëlhurë përvojën jetësore. Ne mund të kemi çdo lloj konceptesh për humanizëm, për idetë jetësore. Mirë po, ti megjithatë jeton me vetveten në atë eksperiencë. Nëse artisti nuk e përcjell eksperiencën e vete, jetën e vete, atëherë se nuk e ke kryer misionin. Se kemi raste të artistët të cilët i kopjojnë artistë tjerë, të cilët, domethënë, janë shumë të suksesshëm, edhe përpiqen që ata të jenë të suksesshëm duke kopjuar artistin të suksesshëm. E çka ndodhet, domethënë, nuk realizohet, asgjë nuk ka dalë prej vete, vetëm ka bërë një si printer, si një makinë e cila e printon diçka, edhe shpeshherë ndodhet ata artistë janë të palumtur, ose janë agresiv, ose janë përdoren të gjitha metodat të bëhen të famshëm, për shkak se realizimi i tyre shpirtëror nuk është plotësuar. Kur realizohesh me vetveten, kur përcjellat që i ke, të gjitha helmet shpirtërore, çdo gjë që ke në vete, kur e mbartën në pëlhurë, ti bën një ne i themi jo terapi, por shprasat energjinë negative, i tregon kuptimet e tua të botës, me gjuhën figurative, dhe kështu me radhë. Edhe shumë artistë të mëdhenj që i njohim, që kam takuar, kanë qenë aq të mirë, aq të relaksues, kënaqësi tulesh me ata. Madhështia e tyre ishte aq më e thjeshtë, edhe habiteshim duke unë këtu mësuar në Ballkan se artistët, gjysmë artistë bëheshin shumë të mëdhenj. Përpiqeshin me poza, me mendime të thëna, fjalë të mëdha, të cilët nuk kanë të bëjë me realitetin e tyre real që e kanë. Prandaj është mirë artisti të shperat që e ka, pavarësisht rrjethi a e don a nuk e don. Ty e ke kryer misionin tënd, ke treguar çka ke dash. Ke qenë i sinqert. Mund të ndodhë gjysma të opinionit mos i pëlqen veprat e tua, ka ata që të pëlqejnë. Por qëllimi nuk është kush do të pëlqen e ty. Vetë procesi i artit është dhuratë.
artisti që ulet atelje dhe pikturon, ai veç është fitues. Çfarë mendoni që duhet të përcjellë artin në kohën që po jetojmë ne tani? Unë shpesh e them, nëse s'kishte art, kulturë, civilizimi njerëzor nuk do të ishte kështu siç është. Historia politike është politike, domethënë e shkruajnë atë fituesit e kështu me radhë. Ndërsa historia e artit është realiteti vetë, se vetëm artistët e tregojnë realitetin shoqëror ashtu siç është. Pa argumente të forcës, por të shpirtit. Mesazhet gjithmonë duhet jenë humane, njerëzore, ta zbute shpirtin e njeriut. Ju mund të shihni në ekspozita njerëzit janë të buzëqeshur. Në teatr njerëzit janë të buzëqeshur. Mirë, por kur shkojnë në miting politike bërtasin, tregojnë agresivitet, energji, domethënë s'është ajo që duhet të bëhet. E kundërta, domethënë arti jep mesazhe të kohës, për shembull ka shumë tash mediume të re, me të cilin tregojnë probleme sociale, shoqërore, politike, por me gjuhën figurative. Por në dimenzionin hyjnor, arti nëse se tregon shpirtin, nëse nuk jep edukat shpirtërore, atë nuk ka kryer misioni. Më tregoni sa mendoni që piktura sot ndëgjohet mjaftueshëm në shoqërinë tonë? Tani kemi shqiptarët, domethënë tani kanë 3 universitete. Që do të thotë kanë parakushte që ngrehet edhe niveli shpirtëror. Unë besoj se kanë filluar shifen shenjat, kanë filluar të blejnë piktura. Disa familje kanë filluar të blejnë pikturat nga artistët shqiptar, që është një përparim shumë i madh. Se vepra e artistit nuk është dekorim, nuk është zbukurimin e shtëpisë. Kur blen vepra artistike e blen hapësirën, kohën, historinë. Vepra e Leonardo da Vinci, Mona Lisa, për shembull nuk ka çmim, nuk shitet. Se nuk do të thotë se ajo është diçka geniale në aspektin magjik e kështu me radhë. Aty ka histori, aty ka kohë, aty ka çdo gjë që e prezanton atë kohën e Renesansës. Historia nuk blehet, domethënë nuk shitet. Prandaj unë shpesh u them këta miqtë mi që vinë ndonjëherë të blejnë piktura, ju nuk keni blej diçka dekorim, e keni zbukuruar dhomën. Ju keni blej historinë. Mbas zhdukjes të tonë biologjike këtu, ju edhe më aty që vazhdoni të jetoni nëpërmjet kësaj vepre. Formoni histori, formoni trashëgimi familjare, me atë edhe e ngrini nivelin kulturor të kombit në përgjithësi. Sa është vlerësuar realisht puna e artistit ndër vite në shoqërinë tonë? Kultura në përgjithësi tek neve është e fundit që partitë politike ose pushteti që mirë. Domethënë e quajnë diçka që e panevojshme, se mundet pa pikturë, mundet pa koncert, mundet mirë, po pa parqingje, pa objekte të mëdha. Po harrojmë se kultura është ajo që është identiteti i një kombit, me atë që në mban. Mbas luftës, në luftën e dytë botërore, Churchilli përgatiti njësi speciale për të mbrojtur veprat e artit, objektet kulturore, dhe gazetarët e pyesin pse rrezikoni jetën e ushtarëve për kulturë. Churchilli atëherë parashton pyetja, atëherë ne pse luftojmë kundër gjermanëve? Ne ta na okupojnë, ne do të kemi kulturë gjermane. Gjithë lufta është për shkak të kulturës dhe identitetit. Prandaj duhet edhe pak më tepër të ndërgjegjësojmë partitë tona politike, se këtë që betejë politike e shoqërore është për shkak kulturës dhe për shkak vlerës ne që kemi si shpirt. Shpirti nuk ka çmim, nuk ka gjëra, dhe prandaj duhet më tepër. Shteti si në tërësi duhet ta shfrytëzojë këtë element. Më trego se çfarë dëgjoj këshilloje të gjithë piktorëve të rinj që po nisin rrugën sot. Për ditë i këshilloj, nëse më ndëgjojnë, ndonjëherë kërkoj falje. Unë kur kam filluar, domethënë në Gostivar, viteve 90, më një 89 kështu me radhë, dhe shumica artistë asaj kohe që ishin të dëshpëruar dhe thoshin mos u merresh me art, mirë bën tani biznes, nëse piktoro diçka që do populli, se mirë, po nëse ke energjinë dhe zjarrin e vete, nuk pajtohesh me realitetin. Ne kemi obligim ta edukojmë në aspektin kulturor, jo vetëm ta shohim në aspektin material dhe kështu me radhë. Kultura edukon, e zbut shpirtin e njeriut, e bën që ndjehet më human, ndjehet i rëndësishëm ekzistencën e vet, ta gjen kuptimin e ekzistencës vete. Është mision e ka artisti, pavarësisht rrethin, nuk duhet artisti të adaptohet rrethit. Rrethi duhet edukohet nga artisti.
Edhe kur unë mundem, më thonë, mundeshëm, unë asë ka mundruar se të kemi ekspozicion në New York, Pekin, të në botën. Asë sa kam menduar, do më thonë, nuk kam pas opcionin të bëjmë kështu. Unë me dëshira ime e parë ka qenë të pikturoj. Ta realizoj atë ëndrën time. Të jem në botën time. Ndoshta edhe njerë shumë utopike, shumë naive, shumë ashtu. Mirë po ja doli rezultate. Edhe shpesh u them, besoni në vete, bëjeni original qatë që e keni, mos shpejtoni keni durim, nëse me të vërtet jeni sinqert ndaj vetes dhe e doni artin, mirrini me art. Mos koketoni me rrethet e kështu me radhë, bëni njerëz të mirë, por të durueshëm. A e shihni dallime mes qasjes brezit tuaj dhe brezave të artit të ri? Unë mendoj se qeja njerëzore është e njëjtë, si në kohën e Gorit e tani. Domethënë, çaj karakter, buzëqesh, i dhërohet e kështu me radhë. Por çdo kohë ofrohen kushte të reja. Edhe artistët duhet të adaptohen sipas kushteve të reja. Tani, kolegët e mi, studentët e mi, mund me botën digjitale shkojnë në muzein Louvre dhe t'i shoh. Ata kanë shumë vegle tani që në shumë njohuri të arrin sa më shpejt. Në kohën time duhet të pres pi Beogradit vinë një libër, një monografi, shohin një pikturë. Tani kanë atë këtë mundësi shumë të lehtë. Por për fat të keq tranzicioni ka çat që përmendë këtë jetën tani bashkohore, shumë i defokuson dhe koncentrimi në atë që është individ real, në atë që është si produkt, gradualisht humbet dhe përpiqet të jetë si pjesë e rrethit, të jetë këta të ri, si thumon, e kështu me radhë. Por unë besoj se kam pas edhe studentët që mrekulli, mund të kenë ekspozit kudo. Ashtu që vetëm këshill është të punojnë, mos gjenë arsye. Unë edhe me vajzat e mia kur bisedoj, dalin në konstatime se ja nuk është ashtu, njerëzit janë kështu e kështu me radhë. Nuk duhet shumë të ngarkohemi me mendimet e rrethit ose kështu me radhë. Ti ofroje ofertën tënde si artist, si qenje njerëzore dhe rezultatet do të mbrinë. Jo shpejt, duhet kohë. Çfarë mendoni se po humbet dhe çfarë po fitohet nga arti sot? Për artit vetëm fitohet shoqëria. Ndoshta artisti mund të humbe në aspektin ekzistencial. Mund të ndodhë që kur mos shese vepër ose kur mos ketë feedback material. Nuk ka shit vepra ose nuk ka ndikimi i tij në shoqëri është më i dobët, nuk ka njerëz të cilët e shtyjnë thojza e kështu me radhë. Mund të ndodhë mirë, po veç që mirët me art ai ka fituar këtë gjërat. Shpeshherë thon, jeni të lumtur se që të jesh artist është diçka Zoti të prek. Ajo është një realitet që duhet ta shfryzosh edhe. Është një dhunti që jo çdo kush e ka. Po, unë e kishim këtë debat në Vatikan me klerikët, kishim një ekspozit, edhe biseda ishte tema drita. Edhe kur biseduam, më thash, unë jam mendimit se Zoti më shumë i don artistët se sa juve klerik që predikoni fen. Edhe ato më argumentoi këtë artist. Lehtë është ta thuash, më gjej argument. Thash më njëherë, që të bësh artist është duhet Zoti të të prek. Ndërsa të bësh klerik duhet të tregosh vetëm dëshirë. Edhe punë. Ndërsa ti jesh artist nuk mjafton dëshira, duhet të prekej Zoti. Edhe u pajtuan. U pajtuan me këtë fakt. Do të them se shpeshherë i motivoj studentët në këtë mënyrë, do tregojmë se veç që janë artistë, ata janë fitues. Jeta është e vështirë, aspektin social, shoqëror, material e kështu me radhë. Për ditë do të kemi ata nuk do të largohen asnjëherë. Deri në frymën e fundit njeriu do të ketë ndonjë problem. Mirë, po ata janë problem të padijshmërisë që tërë civilizacioni njerëzor ka përjetuar dhe do ta përjetojnë në të ardhmen. Trego se a keni ndonjë vepër që e konsideroni më personale se të tjerat? Kretë janë personale. Po ndonjëherë ashtu që e dalloni pak më së shumti. Po shpeshherë pyetje, cilën e dën më ty? Ajo është kur e pyet cilën fëmijë dën më ty. Desha sapo desha ta them, ma lexova me. Këtë do shumë se është kështu. Mirë, po edhe këtë vepër e do se është një gjë magjike. Kam bërë shumë piktura. Diko që e keni personal, po dua të them që ndoshta ka përshkruajt ndonjë moment juaj jetësor. Mund të them kështu, vepra nga surrealizmi, më kujtohet, që e definon atë periudhë. Pastaj kam një vepër nga gjumet, ka disa vepra, njëra është Enigma e quajtur. Pa më kalon përshtypje, pastaj në Paris që bëna një pikturë sa që ishte ambienti i tillë, ma inspirues.
nga tradita, më kalon për shtypje, por të gjitha ata janë vetëm fragmentet e shumta që i ke si ide. Por ke drejt, domethënë ka disa vepra të cilat janë shtytës të cikleve, të drejtimeve. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, a do të ndryshoni diçka në rrugtimin tuaj artistik apo jo? Nuk besoj se kështu si ka shku. Ka ngelur peng diçka nga e kaluara? Pa, kam dashur të luaj basketbol shumë, si fëmijë. Mirë po surita, edhe Zoti ka thonë ti jesh artist. Pra ka shumë gjëra alternative, por besoj e kam pa tërë botën. Arti më ka afruar aq shumë që me të vërtet nuk kishim ndryshuar asgjë. Kam patur mundësi të takoj njerëz të mëdhenj të artit, të cilët edhe më shumë më kanë motivuar në aspektin e egoizmit, të ta ngrej kështu më radh, për të bësh njëri më i mirë. Unë nuk besoj se do të kishëm variante tjetër jetës time dhe ishte më e mirë se që është. Prandaj unë mendoj se nuk të kishëm ndryshuar asgjë. Kjo që është tani. Më vërtet ka qenë një periudhë mrekulli. Unë duhet shkruaj tani një enciklopedi, se brenda natës kur çka kam bë, shumë gjëra janë harruar e duhet të i regjistroj tash mirë me punë administrative duke i regjistruar gjërat. Më tregoni se çfarë do doni të mbetej pas jush si artist? Tash du së pari familja që t'jetë e kënaqur, mburet me muzika që janë, besoj se kam kryer të gjitha obligimet ndaj familjes, se shumë vështirë ti jesh edhe artist, edhe pedagog, edhe të kujdesesh ndaj familjes, është një luftë e përhershme. Ndoshta më tepër kohë të kem me familjen, mirë po unë duke punoj për shkak familjes e kështu me radhë. Unë mund të lavdërojmë se kam veprat në Mimara, ku janë artistët më të historisë të artit, Rembrandt, Bruegel e kështu me radhë, kam vepra në të gjitha institucionet të rëndësishme botërore, në muzeu në Peking, në New York, në Gjermani, në Berlin, e kështu me radhë. Domethënë atë aspektin historik e kam arsyetuar ekzistimin tim si artist. Por qëllimi kryesor nuk ka qenë ajo në artin tim. Qëllimi kryesor është që unë të realizojmë në atë që e bëj. Edhe shqyqër Zotit shumë gjëra, unë shpesh thom, nëse kje në jetin e mirë, gjëra do të vinë vonë ose herët, prandaj është thom artistëve që të relaksohen, punojnë dhe të kënaqen. Sa më pak energji negative. Se natyra e njeriut ekzistojnë amonizitete, xhelozi, për shembull, për mua e humbat parajsën, si themi, kur fillohet gjejnë xhelozi të tjerë ndaj meje, unë shkandos, pastaj e kupton se ajo është proces njerëzor të cilët pa kënaqësinë e tyre manifestojnë forma të ndryshme. Nuk them studentëve, mos reagoni në xhelozia, në kritika e kështu me radhë. Shihni çka të mirën mund të mirëni pi asaj, jo të keqen. Bile edhe xhelozia e keqe mund të përfitosh pi asaj se si nuk duhet të jesh. Domethënë çdo eksperiencë social, shoqëror, shpirtëror duhet të na arrite, jo të na zdronë poshtë dhe të bim në nivelin asaj që manifestohet si energji negative. Ishte me të vërtet kënaqësi për mua t'ju kem në studio profesor Reshat. Nder i veçantë, me qenë se minutazha është e kufizuar në televizion dhe nuk patëm mundësi që më tepër të flasim edhe pse me juve, po besoj që orë e orë bisedat nuk kanë të ndalur dhe shikuesit shpresoj që e kanë shijuar këtë bisedë dhe të gjithë ata të rinj cilët e duan këtë fushë, këtë profesion dhe kanë talentin nga brenda, le të jetë si një motiv nga ana juaj që mos të dorëzohen, sepse tani më vetë gjithçka e kanë shumë më të lehtë për të arritur suksesit e tyre. Edhe njerë ju falemderoj shumë që ndat nga koha juaj që t'jeni pjesë e emisionit tonë. Ishte kënaqësi dhe uroj edhe më ty që të vazhdoni me emisionet të tilla. Shpresojmë, faleminderit shumë edhe një herë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar më tutje.